Po ndiqni breaking, si që bëra me dje për para publicitetit, do të ndalemi në një analizë të zgjeruar të zhvillimeve më të fundit politike, legislaturës së 11, cili do t'jetë aksioni opozitar, qeveria e re, pritshmërit për drejtimin e Ramës në këtë mandat të 4, teksa po afrohemi edhe integrimit në Bashkimin Evropian, të paktën sipas deklaratave të kryeministrit deri në 2027, do të kemi përmbyllur edhe kapituit. Kam kënaqësinë të kem në studio për të diskutuar gjërësisht ish presidentin Bamir Topi. President, mirë se erdhët. Mirë ju kemi në studio. Faleminderit për ftesën. Do ta nis në fakt me diskutimin më kryesor të këtyre ditëve dhe ka të bëjë me garën për zgjedhjet e parakohshme vendore. Sigurisht Tirana është kështjella kryesore, socialistët kanë zgjedhur zonjën Ogerta Manastirliu, demokratët duken ende të paqartë. Kanë krijuar sot një komision, ndërkohë që qarkullojnë në rrjetet sociale kryesisht emra zonjash dhe zotrinj që mund t'i përfaqësojnë. Si mendoni ju? Ka një kandidatur Partia Demokratike që mund t'i përbashkoj të gjitha grupimet, por përfshirë edhe aleatët e tyre? Nëse do të ndalonit artikulimin tek Partia Demokratike, mund thoja që duhet të ekzistoj një figurë që i përbashkon, sepse edhe atje brenda ka rryma nga më të ndryshmet. Kur e zgjeroni pastaj argumentin dhe shkoni tek opozita, mendoj që jo. Sepse koha dhe zhvillimet e fundit, për më tepër zgjedhjet e fundit parlamentare, kanë treguar që nuk ka kohezion në opozitë. Ti themi gjërat drejt, ti themi ashtu siç janë, sepse përgjithsisht ata që hynë nëpër studio tentojnë të jenë korrekt në thojza me frazën e tyre. Dhe raportin e kanë me subjektin politik, e kanë me kryetarët, të mos japin një realitet që nuk do t'i pëlqente leadershipit të Partisë Demokratike. Unë e shoh një situatë të vështirë. E kam thonë pa dash të rëndoj termat, por përderisa Edi Rama shkon në mandat 4 dhe forcon pushtetin dhe pushtetet e tij, unë nuk mund të mendoj ndryshe veç se me termin që situata është dramatike. Situata është dramatike jo thjesht për opozitën, është dramatike në përgjithësi. Unë sigurisht që i takoj një brezi politikanësh që e ka nisur me idealizëm këtë histori. Karrierë gjatë politike, i kam shërbyer shumë shtetit. Shikoj sot që ka shumë konjunktura, manovra për të ruajtur një lloj statu quo-je. Dhe nuk i bën përshtypje që ky vend, ndonse ekziston në formulë si një republikë parlamentare, praktikisht është çdo ditë më shumë një vend që drejtohet nga një njeri. Dhe atyre që duhet i bënte më shumë për te retorikës politike, i bënte më shumë përshtypje, është pikërisht ajo opozitë zyrtare. Por, po i kthehem asaj që kam thonë ndoshta herën e fundit në bisedë me ju. Janë rehat. Kanë gjetur një lloj aliazhi me njëri tjetrin. Janë rehat. Që do të thotë dikush ka pushtetin real, dikush ka një pushtet tjetër që është pak i rëndësishëm sa është pushteti i opozitës. Dhe tani ne rikthehemi dhe sa herë ne do ta bëjmë këtë bisedë, ne do shohim këtë lloj situate. Një dakordsi në heshtje apo një mirë kuptim? Jo, më shiko, është një inerci, një marrëveshje. Është një inerci e një akordi që unë e kam thonë pafundësisht. Nuk e përmendin, një pafundësi thënie është nga ana ime që i takojnë 2008 dhe pastaj akorde mas akordesh. Pra është një lloj inercie dhe është një lloj situate që e kanë pranuar. Që njëri është fitues dhe ky fitues
paradoksalisht rrit numrat e tij, sa më shumë probleme ka dhe sa më shumë kalon koha, që logjika normale, logjika politike, do kërkonte të kundërtën. Fakti që ai me gjithë këto probleme nuk lëviz, madje i thellon, do thotë që problemi s'është më tek ai. Problemi është në opozitë. Dhe ju kur më thoni tani a ka kandidaturë, po si mund të themu që s'ka kandidaturë? Sigurisht që ka kandidaturë. Ju, a do ta pranoni të zoti Topi? Çfarë është kjo pyetje, David? Çfarë duhet pranoj? Për shembull të Garonit në emër të opozitës për Bashkinë e Tiranës. Shiko. Sigurisht është pushtet vendor, ndryshe nga angazhimi që keni pasur ju më herët, por është kështjella kryesore e Shqipërisë. Ajo që ka ndodhur me Tiranën nuk ka ndodhur as me ndonjë kryeqytet tjetër në botë. Dhe ti je sigur që unë nuk i lëshoj fjalët kot. Nuk ka ndodhur me asnjë lloj komuniteti, sikur ka ndodhur me komunitetin autokton në Tiranë. Dhe kjo që po më thoni tani është një tezë shumë e vjetër. Është konsumuar në vitin 2003. Unë kam dashur të kandidoj për Bashkinë e Tiranës në vitin 2000. Sepse njeriu kur futet në politikë, ditë kalkuloj mirë gjërat. Pra të jetë kalkulues për të arritur një fitore. Se në rast se ti kalkuloj gjërat për të qenë i humbur, atëherë nuk ka sens gara politike. Kur më shkërkuar pastaj në vitin 2003, unë kam thënë jo. Nuk ditin mirë llogarit. Jo, nuk ishte të bënte me llogarit, kishte të bënte me pozicionin që duhet të ketë një politikan dinjitos. Në vitin 2000, personi që keni mbrapa i futi njerëzit në një garë që konsideroheshin primare brenda partisë, për të thonë që nuk jam, a unë ai që i caktoj. Në vitin 2003 ishte po ky njeri, mbas 3 vitesh që i binte që të cakton të njeriu. Sigurisht. Ju dhash një përgjigje, kanë kaluar 22 vjet, dhe unë besoj që është një gjë, unë nuk flas për vete. Çdo njeri bën karrierën e vet, është influent në një mjedis shoqëror, për pozicionin që kam pasi, jam përgjigju ftesës për të qenë komunikues me publikun, se natyrisht kam edhe unë njerëzit që mendojnë si unë, apo jo. Kam edhe unë mjaft njerëz që mendojnë si unë. Dhe ju kanë ftuar, ju kanë kërkuar që t'i hyni një garë, t'i përfaqësoni? Kjo nuk ndodh, sepse kjo është një logjika normale. Pra unë i takoj atyre njerëzve që kur e mbyll një karrierë politike e mbyll. Por karrierë politike nuk të pengon ty që të jesh në kontakt me mjediset publike, me median, se ndryshe do të thoja, kur më ftuat në emision, do të thoja, shiko, unë nuk dalë më. Ti je sigur që unë i kam reduktuar daljet. Pse i kam reduktuar daljet? Sepse shikoj që nga formacionet politike, por më tepër nga opozita, shpesher fjalët e mia krijojnë humorin e zi atje. Shqetësohen. Unë nuk kam asnjë lloj ambicie për të konkuruar dhe për të zonë vend dikujt, jo. Por më vjen keq, jo për fatet e opozitës, në mënyrë absolute, se fatet e opozitës kanë marrë këta në dorë. Më vjen keq për interesat e këtij vendi, sepse kam lindur këtu, jam shkolluar këtu, në kohën kur të tjerët hiknin, unë jam kthyer nga studimet në Itali dhe kam ndërtuar jetën këtu, familjen këtu, fëmijët këtu. Pra, më vjen keq se unë jetoj këtu. Pra, unë nuk luftoj thjesht për të folur për interesat e tjerëve, por flas edhe për interesat e mia. Dhe kjo situatë në një vend, ky vend më mirë të kishte qenë pa opozitë se me një opozitë të tillë. Pra, me njëherë ju do të shikoni, ka një frym duke sigur do vitojnë zgjedhjet lokale. Jo më ka një logjik. Është një opozit totalisht e çoroditur, edhe më vjen keq edhe një herë them jo për fat të opozitës, edhe pa të individëve që janë aty, sepse janë komfort
si që ka pas Italia njëherë një kohë në kohën e Partisë Demokristiane dhe të Partisë Komuniste Italiane, që i quanin aristokracia e klasë punëtore, që përfaqësonin sindikatat, kështu është bërë opozita sot. Njerëz që i kanë të gjitha benefitet, janë njësoj në parlament, bëjnë shfaqjen e radhës dhe në fund fare këto nuk garantojnë as minimumin e shpresës që një ditë mund të ketë një rotacion, dhe kjo është e tmerrshme në Shqipëri. Dhe unë këtë do t'ju pyesja, çfarë po e pengon qarkullimin e elitave? Pa i kemi thonë, Dafin, duke sigur fjalët tona jemi destinuar të ripërsërisim nga 10 herë. Si mund të ketë rotacion, si mund të ketë rotacion. Kryetarin e Partisë Demokratike si mund të ketë rotacion. Të pengoj angazhimin tuaj, ndoshta jo të drejtë për drejtë, por të shumë demokratëve të tjerë. Shiko, problemi është këtu. I kam dëgjuar që të artikulohen në mënyrë segmentare, thonë, shiko, është çështje sistemi. Kanë filluar të artikulojnë. Që të thotë problemi qen nga tek sistemi. Po sa herë kemi folur për këtë lloj sistemi, që e kanë cimentuar dy vetë, dy njerëz. Nëse njëri është vazhdimisht fitues, triumfon, tjetri është vazhdimisht humbës, atëherë del pyetja. Mirë, ky që është fitues nuk ka arsye të ndryshojë, por ky tjetri pse s'ndryshon? Sepse ky akord ka qenë i blinduar mirë në 2008. Është ndërtuar për të realizuar një perspektiv të funksionimit të politikës shqiptare me dy individ. Njëri bën ligjin tek Partia Socialiste, dhe ai kuptohet që bën është omnipotent për gjitha, tjetri bën ligjin tek Partia Demokratike. Sa kohë do të vazhdoj kështu? Pafundësisht. Rama para pak kohësh u shpreh se do të ketë ndryshime të rëndësishme, reforma zgjedhore, do të ketë një tjetër reformë administrative territoriale. Kush është Rama? Do të rishikohet numri i deputetëve në kuvend, mund të shkojnë në 100 apo 101. Kush është Rama? Rama, kryeministri, kryetari i partisë më të rëndësishme që ka sot 83 mandate, pranë shumicës së cilësuar. E keni pranuar të gjithë këtë lloj raporti psikologjik me Ramën. Kush është Rama? Që thotë do të bëjmë këtë, këto nuk janë reformat e ekzekutivit shqiptar, Dafina. Këto janë reformat të politikës shqiptare dhe të parlamentit shqiptar. Por në rast sa i e konsideron parlamentin një appendix të pushtetit kryeministrit, këte i kemi thonë vazhdimisht. Ku janë këta që duhet të bëjnë analizën politike dhe mënyrën se si funksionon? Më vjen keq, më ka ignorancë madhe. Ai le ta thotë, sepse shiko, aty është krijuar një situatë psikologjike që nuk ka pengesë. Jo thjesht nga gjatësia, po s'ka pengesë. Thot gjithçka, realizon gjithçka, i gjen numrat kur duhet i ketë numrat. Si mund ta bëj lajmërimin për reforma kushtetuese kryeministri? Ja. Gjendet e rasti, kur janë të gjitha palët, po këtu nuk i shef më bashkë. Ka pas gjithmonë debat, edhe sherrë midis mazhorancës, opozitës, por funksiononin dhe tyrezat. Dhe ato tyreza nuk ishin kot. Dhe unë mendoj që qysh tek lajmërimi që do ketë, do të bëjmë këtë, do të thotë që procesin e ka në dorë ai, dhe ashtu ka përshku. Po son normale.